Mirdita. Made in Albania, shtyllë kryesore e Shqipërisë madhështore, kërkon një bujqësi të zhvilluar dhe një fermer shqiptar të suksesshëm. Bujqësia në Shqipëri këto 12 vite ka njohur rënje të madhe. Me firmosin e Ballkanit të hapur, mira e mira, ferma bujqësore dhe blegtorale në Shqipëri kanë falimentuar. Prodhimi bujqësor dhe blegtoral ka një rënje dramatike. Numri i krerëve të bagëtive është ulur me 62% krahasuar me vitin 2013. Sot, 80% e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale në tregun shqiptar vijnë nga importet. Bujqësia, e cila punëson rreth gjys milioni shqiptar dhe jep 19% të prodhimit të brendshëm bruto, merr si një mbështetje nga buxheti gjithsejt 0,19% të prodhimit të brendshëm bruto. Pra, disa herë më pak se vendet e rajonit dhe ndallim nga këto vende, shumica e fondit të parashikuar në buxhet për bujqësinë nuk shkon tek fermerët, por shpenzohet për administratën. Programi ynë për Shqipërinë madhështore në bujqësi bazohet në Made in Albania, rritjen e madhe të prodhimit bujqësor dhe blegtoral, mbështetjen e fuqishme për fermerët dhe suksesin e tyre. Për arritjen e këtij qëllimi, qeveria e koalicionit të Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore do të 1. Subvencionoj për çdo njësi prodhimi kokë, bagëti dhe fidan të mbjellë fermerët dhe rritje për këtë qëllim e fondit për subvencionimin direkt fermerëve nga 5% e shpenzimeve buxhetore të shtetit në apo 31 milion që është de facto, se është 5.8, po tjera ti merr administrata, totali pra, rritja nga 0,5 në 3.5, saq është niveli mesatar i rajonit. 2. Mbrojtje sezonale e prodhimeve bujqësore. 3. Dalje e menjëhershme e Shqipërisë nga Ballkani i hapur që po rënon prodhimin bujqësor dhe blegtoral shqiptar dhe zbatimi të gjitha detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Berlinit dhe procesi i integrimit europian. 4. Karta e AID-s do të jetë nimti i fermerit, mbështetje direkte, subvencion të sipërmarrësve në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, ku çdo fermer do identifikohet me një NIP. 5. Të vëshëja në sektorin e përpunimit prodhimeve bujqësore do të jetë e njëjtë në shitjen dhe në blerje, jo siç është sot asimetrike. Kështu parat do shkojnë direkt te fermeri dhe jo te grosisti. 6. Nafta do të subvencionohet gjerë në nivelin e kostos. 7. Mbështetjet veçanta pa kufizim për fermerët në fushat prioritare të bujqësisë të përcaktuara nga qeveria, fushat e eksportit, fusha e blegtorisë, perimtarisë, pemtarisë dhe agropërpunimit. 7. Subvencionim i normave të interesit deri në masën 80% për kredit bankare kredit bankare në fushën e bujqësisë. Kjo ndërhyrje është emergjente për rritje e injektimit paras në këtë sektor. Nga totali portofolit të kredisë sot, aktualisht vetëm 1% e tij është e destinuar për bujqësinë në një kohë kur ky sektor dhe njëherë prodhon ose është përgjegjës për 90% të prodhimit bruto të vendit. 9.
Zhvillimi i infrastrukturës bujqësore do të mbështetet nga investime thelbësore, veçanërisht në ujitje dhe kullim, ku çdo vit do të investohen një shumë rreth $70 milion me qëllim dyfishimin në 4 vite të sipërfaqes së ujitjes. 10. Krijimi i Agjencisë Studimit të Tregjeve dhe Orientimit të Fermerëve pranë Ministrisë së Bujqësisë ose pranë Kryeministrit, që të studiojnë tregun e brendshëm e të jashtëm të produkteve tona bujqësore dhe të bëjnë një orientim makro për fermerët shqiptar për çfarë dhe sa duhet të mbjellin. Kështu do zbuten shumë krizat e krijuara nga stoqet. 11. Mbështetje me grante dhe kredi të buta fermerëve dhe agropërpunuesve për futjen e teknologjive të reja në prodhim dhe përmirësimi i produkteve për futjen produkteve të reja në prodhim dhe përpunimin e produkteve bujqësore, automatizmin, digitalizimin, blerjen e traktorëve, makinerive dhe pajisjeve të tjera për kryen e shërbimeve bujqësore. 12. Kompensim financiar me çmim dyshemet të tregut për stokun e prodhimit të shkaktuar nga shregullimet të forta të tregut dhe incentivim për ngritjen e industrisë agroushqimore për absorbimin e këtij stoku dhe shmangjen e asgjësimit të këtyre produkteve. Kjo si mënyrë efektive për të shmangur falimentimin e fermerëve dhe braktisjen e zonave rurale. 13. Kryerja falas nga shtetit i analizave të tokës bujqësore dhe puseve të ujitjes të saj. 14. Garantim dhe monitorim të cilësisë së inputeve bujqësore, kontroll dhe monitorim i cilësisë së produkteve tona nëpërmjet laboratoreve të akredituara. 15. Rritje e sigurisë ushqimore nëpërmjet fuqizimit të institucioneve përgjegjëse, futjes sistemeve mbikëqyrëse sipas standardeve të Bashkimit Evropian, rishikimit në themel të kuadrit ligjor për abuzuesit e tregut që dëmtojnë shëndetin e konsumatorit. 16. Rritje kapaciteteve laboratorike shtetërore me qëllim eliminimin me praktikave abuzive të qeverisës aktuale të kryerjes së analizave të kontrollit zyrtar nga laboratoret privat. 17. Ngritja infrastrukturës për kryen e kontrollave zyrtare në pikat e inspektimit kufitar, pasi aktualisht mungesa e ambienteve karantinore dhe frigoriferike kompromentojnë drejt për drejt sigurinë e produkteve ushqimore të importuara. Zhvillimi rural do të jetë një prioritet tjetër madhor i programit ton për Shqipërinë rurale, ku infrastruktura e kësaj Shqipërie do të modernizohet në të njëjtën shkallë me atë të vendeve tjera të zhvilluara të vendeve të rajonit. Ky pra ishte, të dashur fermer, programi me cilin ne besojmë se rikthejmë në fushat, në serat, në tufat tuaja, në pemtoret tuaja, frymen e Made in Albania si krenari për ju, krenari kombëtare. Zoti Berisha, kam vetëm një pyetje. Çfarë po paralajmëroni me Sherifi po vjen? Çfarë po paralajmëroni me Sherifi po vjen? Tani, të lutem, unë jam i prirur, ti e din, se unë nuk bëj dialog me vetën time, ja ku jeni ju. Nuk bëj Edi Ramën. Nuk mund bëj Edi Ramën që të them se Eduardi që kam mendje me pyeti mua këtë pyetje dhe i po i përgjigjem asaj pyetje dhe atyre që e pyesin fansat. Ai bën këtë. Ai ka kaluar në një monolog unik, i tmerruar nga gazetarët, i tmerruar nga publiku dhe fansat e tij. Ai ka ndërprer çdo komunikim sikur të ishte në Korenë e Veriut ose në një vend diktatorial ku populli shumëzohet me zero.
nërsa ju keni pa që unë dalë këtu çdo ditë para jush me programin, me qëllimin më të mirë që ju në emër të qytetarëve të bëni çdo pyetje, të merrni çdo sqarim për programin. Sot për shembull unë paraqita një program të them më të mirën e jetësime për fshatin shqiptar, për fermerët shqiptar, sepse unë besoj shumë në kapacitetet e jashtëzakonshme të bujqësisë dhe blegtorisë shqiptare. Ato mund të shumë fishohen. Pra krahasuar me atë tjetrin që servir, zhaba, hardhuc, zhapi, çdo ditë, dhe i dili dilën të rrallë, jemi baj me dy ky njeri arriti të mbikaloj një Everest të një propagande të shfrenuar, të pandalshëm, mashtrimesh, censurash kundra presidentit Trump, se si kjo fushat arriti të dominojë mbi miliarda euro polle për të mashtruar qytetarët. Por i kujtoj tu vetëm njërin që bahi më seriozja. Ann Seltzer. Ann Seltzer ishte një pollëse profesoresh kjo në Idaho. Dhe kjo publikon pollin 4 ditë para zgjedhjeve se Idaho është një shtet republikan, se aty Donald Trump ishte 13 pikë pas Kamala Harris. Çfarë doli? Doli se ajo kishte vendosur pikërisht pikët e Donald Trumpit për Kamala Harris dhe Kamala Harris për Donald Trump, se zgjedhjet treguan saktësisht se Donald Trump në Idaho ishte 13 pikë përpara. Pra, ky është krizë lascivita. Dhe natyrisht, kur grushtat të përplasën tovolin i shkallmuar, kjo erë dhe kjo është paraqitja e tij, është disaster. Të vinë debat televiziv, qoftë dhe për një temë të vetme. Të dalim debat për integrimin evropian. Të vi. Integrimi i tij evropian është piramidë madhore mashtrimi. Miliardat e tij janë të njëjta me ato të nafës shpiragut. Ju e mani mend. E mani mend që ju tha shqiptarëve tani, tha, do vërshojnë miliarda. Shumë miliarda. Dhe pensionet do shkojnë këtu, ato do bënodhin këto, do bëhen ato, dhe kush e shtërroi naftën e shpiragut? Mashtrimet e Edi Ramës, se kompania nuk ishte folë një fjalë.
kompania më serioze, në më serioze të botës, kishta një fjalë. Dhe ky mashtronte. Po, del me pasaport ky. Po prit, çfarë ofron shqiptarëve? U ofron integrimin evropian me emigracion, largimin nga Shqipëria dhe integrimin në Europë të tyre. Kurse Shqipëria, protektorat, krimi, droge edhe hajnie. Është bëj famshëm Prishti, se të vërtetat nuk ka gjë në botë. Të vërtetat nuk i fshehin dot as thellësitë e oqeaneve, as bërthame e tokës, as dhe galaksit. Kudo që t'jenë ato, do të dalin dhe shqiptarë do marrin vesh, doradorës, se si po dalin ato, vrullshëm, po merret vesh, se njeriu i cili paraqitet në përsamite me atletët bardha herë të kuqe, herë si sportist dhe herë si piktor, zhgaravic, është një shpirt keq, diktator, që nuk respekton as një parim, as një normë, dhe që ulet me shishe sa 210 pensione në një vakt, ata 210 i marrin për një muaj, udhëton me avion 2 vjet, $21 milion apo 130.000 pensione, vetëm me avion, vetëm fluturim, i shpenzon, merr, thuja, kopshtin e Edenit, 5 milion euro, 31.000 pensione, dhe hypes bërshkalt mbi 31 shqiptar që marrin pension me cilin su shqehen do dhe pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe i pa shpirt. Pensionet do t'i rrisim siç kemi parashikuar. Pensioni nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. I pjesëshëm i plot çfarë do qoftë ai. Në fshat, në qytet, kudo që tjetë. Dhe sot, nën 200 euro janë 2/3 e pensionistëve shqiptarë. 57% e pensioneve, po ati nuk janë ndjen, nuk ja kërcet, se ai ka vetëm hallin e sarajeve të tij dhe të pasurive të tij. 57% e pensioneve marrin pension të pjesëshëm dhe jo të plot. Pra marrin më pak se 165 euro, se i pjesëshëm. Kështu që ky njeri është i shkputur nga realiteti, është futur në një realitet zoologjik dhe idilik. Me lul bravën. Zoologjik, me hardhuca, me zhapi, me reptil. Ndaj dhe kjo është, edhe njëri them, i bëj thirrje medjave, monologet e tij t'i hedhin në kosh nëse ai nuk pranon konferencat me gazetarë. Imagjinoni, të dashur qytetar, çfarë bën ai? Do t'ja u them këtë. Ai urdhëron mediat e tij që mos thon asnjë fjalë për programet, konferencat e mia për programet. Vetëm e vetëm që ta dominoj hapësirën mediatike me marrëzitë e tij, banalitetet e pa skrupullta me reptil. Dhe më në fund me lul bravën. Pra, në momentet më serioze për një kombë që janë fushatat elektorale që duhet të mësojnë se çfarë do bëjnë forcat politike për 4 vite, ai servir hardhuc dhe bërtkoca dhe thash dhe njërë mos ja themi më emrin, talje me te.
mashtrime, gënjeshtra, por 11 maj po vjen, shqiptarët e kanë marrë, do i presin biletën. Mirupafshim. Jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking, do të ndalemi tek disa nga zhvillimet kryesore në vend, por edhe në Kosovë. Kam kënaqësinë të kem në studio avokatin e njohur Spertak Ngjela. Avokat, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Në nisje dua të ndalem pak tek qasja që kanë liderët politik ndaj strukturës së posaçme. SPAK, sot si Berisha dhe Rama kanë replikuar në distancë. Fillimisht ishte Rama i cili akuzoi Berishën se po bën sulme kafshërore ndaj Dumanit, kreu të prokurorisë së posaçme. Reagoi më pas Berisha, sipas tij Dumani është kthyer në mburojtje të kryeministrit dhe të besuarve të tij. Pse ky qëndrim, kjo qasje e liderëve kryesor politik ndaj strukturës? Është gabimi i Ramës.